Është thyer rekordi në nënshkrimeve në peticionin online që kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama me numrin e firmave që ka kaluar tashmë shifrën 1.7 milion, duke tejkaluar me diferencë të konsiderueshme objektivin e vendosur nga organizatorët. Sipas të dhënave të publikuara në platformën ku po qarkullon peticioni, interesimi i qytetarëve ka qenë i lartë gjatë orëve të fundit, duke bërë që numri i nënshkrimeve të rritet me ritme të shpejta. Në faqen zyrtare të peticionit shfaqet si objektiv fillestar prej 1 milion e 1 firmash, e cila është arritur plotësisht madje dhe tejkaluar, ndërsa numëruesi vijon të regjistrojë nënshkrimet e reja. Rritja ndjeshme e pjesëmarrjes vjen pas rikthimit në funksion të platformës, e cila për një periudhë të shkurtër ka qenë jashtë shërbimit. Gjatë kësaj kohe shumë përdorues raportuan vështirësi në aksesimin e faqes, e cila u bë përkohësisht e paarritshme për shkak të fluksit të lartë të vizitave ose problemeve teknike. Pas rikthimit online, peticioni ka vijuar të tërheqë vëmendje të madhe në rrjetet sociale dhe platformat e komunikimit, duke sjellë një rritje të mëtejshme të numrit të firmave të regjistruara.